Pse bëhesh mos mirënjohës? Nëse një njeri ta bën një favor ose një nder, pa marrë parasysh ku jeton ai njeri, ti i thu 1000 herë faleminderit. Edhe si harran, ndoshta 10 vite, 20 vite, shkojmë, më ka panimu për i farë puna 20.000 atje, po Zoti që na ndihmon çdo sekondë, çdo minutë. Apo të dhimet gjuha jote mi thonë faleminderit Zotit ta. Subhanallah, çfarë drejtje kena rasi njerëz. Kjo kritik edhe për veten time, sinqerisht. Unë shpesh herë mundohen atë falen, të bëj dhikër, edhe pse nga njëherë jes me punë të ndryshme, angazhime kësaj bote, thom shpesh herë pak është çka ka falenderojmë na Zotin, na duhet edhe më shumë me falenderoj, se na ka dhënë shumë të mira. Na i ka dhënë shumë begati krijuesi jon. E pe të mirave veç një e përmenda që janë dritat e syve. O Allah të falenderojmë. E falenderojmë Zotin që na dha mendjen, që na dha shiqimin, që na dha dëgjimin. E falenderojmë Zotin që na mundsoi me ardh sot këtu me këmbët tona, po na mojt kush në shtëpinë, me ardh dhe me fal xhumon në këtë vend, në këtë shtëpi të bekuar, që ai zotnia e tij pe lindjes sa ka ardh atje, ka bën këtë xhami, ka dhënë pra riskin e vet, e ka dhënë pe gojës vet. A ka shitaj nafta, a hekur, a bakër, a ka shitaj punë e tij, unë se më intereson, po ai nëra ju rrit se ka bën këtë falturë këtu. E ka bën për hatër Zotit ai. Ai mos na takon ne as na shekur. Po e ka bën për Zotin. E Zoti ja shpërbleft atij. Po tash e jona është që na me mirëmbajtë, me pastruë, me folë, me afro njerëz. Sa të ke mundësi. Sa të ke mundësi. Me ato mundësitë tona. Ai ka do gjithçka. Ka do pe xhepit vetë, pe pasurisë vetë, pe djersës vetë, si o djersi të o lodha raskapit, për me e bon këtë falture, Zoti ja shpërbleft, ja bon xhenet. Po edhe ati si ka dhënë tokën për këtë xhami, si është një vllai jon këtu në mesin tonë, ka ndru jetë ai rahmet pas, se njeh qysh në xhamon si shkojsha në Bram Corr atje Mostaf ndoket. E ka pas emrin, nëse si jam gabim. Allah në xhenet e pasque, si ka dhënë tokën për xhamin edhe ai, kontribut i tina. Po gjithë ta besimtarë që kur e shohin këtë xhami, kalojnë kësaj xhamie të paktën e bojnë një lutje, ka kalojnë kësajde, po edhe ata që e hapin, po edhe ata që e fshin, e lajnë, e pastrojnë, të gjithë kanë shpërblim të Zotit, se kjo është shtëpia e Zotit. Edhe ne duhet kujdesemi për këto shtëpi të Zotit.